Futbollistët legionar kanë kaluar një javë të paharrueshme në kampionatet evropiane, por shumë prej tyre kanë qenë protagonistë të mëdhenj me gola të rëndësishëm dhe të bukur. Në këtë mënyrë Armando Sadiku ka shënuar golin e tij të parë në një ndeshje zyrtare me skuadrën e tij të re Zyri në Superligën zvicerane. Sulmuesi Elbasan u fut në minutën e 59 në fushën e lojës në takimin Zyri-Tun dhe në minutën e 88 shënoi golin e tretë dhe të sigurisë 3-1 të fitores së skuadrës së tij Zyri. Duke qëndruar në Superligën zvicerane, vazhdon të shënojë rregullisht Shkëlzen Gashi, i cili realizoi një nga 5 golat e fitores së Grasshoppers në transfert kundër St. Gallen, ku luajti titular Ermir Lenjani. Ndërkohë në Bundesliga 2 Alban Mea duket se nuk ka të ndalur. Pas golit të mrekullueshëm në transfert një javë më parë kundër Kölnit, fantazisti kuqezi shënoi një nga 4 golat e goleadës së Paderbornit në shtëpi kundër Arminia Bielefeld. Për 27 vjeçarin e kombëtares kuqezi, ky ishte goli i 6 sezonal.